prima, shkulla gosht dhe mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qofte Zululandi. A do qumësht apo vallë, Komarica vjen vërdallë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qofte Zululandi. Përshëndetje miq. Përshëndetje, mirëmbrëm. Jemi në këtë mbrëmje të ditës së enjte 8 janar 2026 Albano. Urdhëro. Të lutem. Ç'ke? Unë kam një entuziazëm dhe nuk e kam entuziazëm të shtirur. Të lumtur dhe të gëzuar si asnjëherë tjetër, ne jetojmë ashtu siç kurse e kishim ndëruar. Venecia, si e ka jo Amsterdami, është dhe një në Kim që janë si Amsterdami. Fare. Shqipëria është përmbytur ashtu si kurse ju e kishit të ndëruar, të dashur vëllezër dhe motra, dhe mua pëlqen kjo lloj përmbytje. As vetë. Ka zënë një entuziazëm. Si që kishit të ndëruar, u bë vendi përmbytur. Po, më ka zënë një entuziazëm në këtë përmbytje. O Albano. Shiko pami të kënaqet shpyrti. O mondi, shiko. Qiveni edhe në Gjirokastër çfarë ka ndodhur. Po kush është? Morë është shkrymi. Këtë dërgoj. Gjirokastër korrespondent të kam. Po ti ku nuk e fut atë tëndi në? Gjirokastër. Për çdo gjë. E çon Gjirokastër. Po ku është vetë kjo në Gjirokastër? S'është ky. Është Durrësi morë, inxhinier. Kush tani është Durrësi? Po. Dursakët sfidojnë. Prapa i tëndi është aty? Kreativitet. Jo, ky është timi, ky është tjetër. Si të duket sot situata në Vjos? Edhe ky tëndi është? Është pak me rrezik. Po unë kam më. Na përmbytjet më këto. Ke kapur gjë? Po e kam kapsa. Ka lezet shpyrti. Unë vetëm një kështu nga që ti je specialist. Kam një pyetje, se Vjosa është përmbytur bukur. Një kushurili im në Vlorë punon taksigjit tani në përmbytje. Me skaf? Si me skaf? Me qa? Ka më hedh njerëzit kurris. E kuptoj. 10 euro kalimi. 10 euro të kalimi. 10, kalon 10, vetë ujë deri. Vetëm me kupon tatimor thuaj se. Mos si kam thënë, mos e vjeva, i prisha punë? Jo, po. Po ku tash keli kuponin tatimor, ai do kaloj Europë nga një anë nga ana tjetër? Po filluan ta gjithë me stilin e bardhës ta. Nuk t'jep fatur mali, s'tjep fatur lumi. Po bulo, kupon tatimor, po ku ta mbaj në goja ai kupon tatimor? Ma kasën, atje thoj, kur i zbret, le kasën në breg. Kur i zbret në breg, kasën. Bëna i letra, grise, jepja, ta hypi tjetëri pastaj, dhe po një që ja hypën 2 herë, vajti hardje? 2 kështu. Ja. Dësha të këput shënmesh me taksa, pëse aty do bëj para shtetja. Jo, shteti është prerogativi shtetit të taksoj atje ku e mënon të drejtë. Nuk është informal. Është prerogativi shtetit. Po bulo, qa të them unë, vetëm atë thuaj... A doje mendim specialisti? Të lutem. Jo, Albano, se... Po bëja lafe me Mondin, ti e di që... Po të shkeni që zjeni... Po ka e hall edhe Mondi. Qa ka? Mondi ka një dajon Kalivaç. Po ti ka hall, ka dajo thua tani. Hall, do më thënë, nga kesë, hall, problem. Jo? Ka një dajo Mondi? Ka një dajo në Kalivaç. E ka shtëpin poshtë në Donije, Buz Vjosa. Ka dalë Vjosa dhe ka dhe në kodër të Kalivaçit. E ka marrë dhe dajon me gjithë shtëpi, ka kutur një 10 shtëpi. E kuptoj. Ati? Edhe tani dajoa ndodhet në bisht porët Vlorës. Me gjithë shtëpi. Po. Me lope, me dele, me gjitha. I mori Vjosa. Tani thot, dajoa im qfarë është, Vlonjat apo të Pelenas? Vlonjat? Mondi dëgjoje këtë tani, mos më thuash pastaj agros më zgjidh problemin, se thash do ta zgjidh me Albanon. Qa është ai? Dajoa në këtë moment është Vlonjat. Dajoa në këtë moment është Vlonjat. Dhe shumë mirë që ka përfituar nga kjo përmbytje e bekuar, sepse është e bekuar kjo përmbytje. Po e bekuar, sepse Vlora më në fund u veçua. Po veçua nga pjesët e tjetër e Shqipërisë. Pse tani që Vjosa ashtu... Po, dhe Vlora tani është komplet më vetë, është si Monte Carlo. Ama ja. Po. Dhe ka dhe lon? Po, Vlorarlo, do i thonë të shqitu ti. Ose Monte Vlora. Jo. Po, më vjen keq. O Mondi, i thuaj Dajos... I thuaj Dajos, i e shteta si Monte Vlorës, ose i Vlorarlos. Kalo Macime, thuaj. Kalo Macime. Po në Kalivaç Macime, kalo nga sipër. Në rregull, ashtu. Kështu hi, duj shruj. Qoqik buk. Ha? Nga qoqik buk. Qoqik.
Nuk thona sill çikbuk, na thona ço çikbuk. Ço çikbuk, nuk e themi natë ço çikbuk. Ashtu e thonin për. Nuk e themi po leta ani kot. Ti duke u mbytur me ço çikuj, se u mbyta thon. E ikën e çonandej. Mondi je i qet tani. Shqetësove Mondi. Edhe ti je vlonjat. Me emisionin tash, je vlonjat dhe ti Mondi. Të gjithë jemi vlonjat. Të dashur miq, kudo që ndodheni. Unë tërheq vëmendjen të gjithë këtyre që japin motin nëpër televizionet të ndryshme. Është atribut vetëm i Ministrisë së Mbrojtjes, i Agjencisë Ushtarake të shërbimit të asaj parashikimit të motit, si ka ajo, i gjë e umë të ushtrisë. Dhe vetë ministri... Vetë ministri? Vetë Piro Vëngu? Piro. Çka bërë Piro? Piro i ka filluar jep dhe motin, edhe ministër jep dhe motin ministri. Jep motin ministri? Dhe jo, mlodhi general që ka ata. Mbrëmë. Një masë ajri që është përqendruar në rajonet jugore, në jug të vendit tonë, kjo ndikoi me një vranësirë të shregullt në territor në 24 orët e kaluara. Njëkohësisht në rajonin e Elbasanit, të qytetit Stalinit dhe Sarandës, ka patur edhe 1 milimetër shi, kurse temperaturat ekstreme kanë qenë për pjesën veriore nga 7 deri 13 dhe 16 deri 24. Në vendet e ulta nga 9 deri 18 dhe 22 deri 29. Në pjesën juglindore nga 8 deri 12 dhe 15 deri 23. Në Bregdet nga 13 deri 17 dhe 24 deri 26 gradë. Një qendër e presionit atmosferik të lartë e vëmret përqendruar në pjesën e zonës së Karpateve. Zonës së Karpateve? Kapitalisht ndikon edhe në territorin tonë, njëkohësisht vetë qarkullimi i masë ajrit paka shumë e freskët e zbret nga verilindja, shkaktoi edhe një ulje të vogël në fushën e temperaturës. Kështu që të kuptojmë drejt, vjosa nuk është se e frym ne, vjosa fryet rrugës. Se ndikojnë Karpatet. Që fryet, ndikojnë Karpatet. Po, ndikojnë, po, që. Edhe fryet në Greqi, edhe që fryet në Shqipëri. Që fryet në Vlorë, në Novosel, Bishtporo. Mo qa ka tani, ore se njerëzit janë gjithë panik o burit e të mirë, regull, dëgjom. Tani do t'gjem autorin, Karpatet janë... Po imaginina Piro Vëngu kështu me një harc, me një fustan, me një paruke, kështu t'jep të motin. Po atë, mlodhi ata, po bashkimin e motit. Po shko sepse... Ila pa punë të gocat të motit. Po të meren masa tani, o Albano. Ti si me ndonë? Je për gjëndje të jashtëzakonshme, në këtë shpallë gjëndje jashtëzakonshme në këto momente? Jo. Qa ka të jashtëzakonshme këtu? Po gjithë të përmbytje. Jo, besve gjëndje jashtëzakonshme nga përmbytje, goni. Duhet të mbyten 3-20 veta. Duhet të mbyten? Po, pa fatkeqësi. Ajo e bën fatkeqësi natyrore dhe gjendje të jashtëzakonshme. Mbytja e disa njerëzve. Po kjo nuk ishte fatkeqësi natyrore kjo që po? S'ka asnjë të mbytur. Po su mbyt njëri. Dhe jo 1-2. Duhet plotësuar kuota 27 deri 39. Ti e mëson këtë Piro Vëngu të flasi kështu? Jo, po është në legjislaturë. Se legjislaturë, jo që ato të kryet, jo, Albano po të kap, po nejse. Ajo që mund të them është që nuk jemi në kushtet e emergjencës të natyrës e evakuimeve masive, nuk jemi në kushtet ku ka dalë situata jashtë kontroll. Stop, Amandi, po që fut këto lajme, po kush tha që jemi në kushte ekstreme? Po që du më thënë kjo të marrësh me kova, të japësh kova popullsisë? Të japi qëfar? Kova, kështu të evakuim. Të japi kova që të zbrazinuin. Qa të po mundi, evakuim? Se shpun kove, evakuimi. Jo, evakuimi është kur lëviz nga ky vend i këtej se po të merr lumi. Lëviz nga ky vend i këtej se po të merr lumi. Ajo është evakuimi, domethënë që lëviz, se të mori lumi. Aman, përmbytjet, si që jemi, se ti nuk ka ashtu me fjalë, por me Maliaj, dilte vjesë asu sa i bëje sinjali i alarmit, nuk flinte asnjëri rahat, do rinë zgjuar, sepse mund të kalonte arriti vjosa 60 pondë në qytet. Në 1966. Por ta shpjegoj unë këtë tani. Shpjegoja çfarë janë pondët, se nuk e din të gjithë. Centimetro. Ashtu, ha. Centimetro. Pondë marrin vesh. Ashtu, dhe jepej me njëherë sinjalit, bëjmë gati, do shkonim lart në fshat. Prandaj gatishmëria është totale, por ama duhet jemi të gjithë mobilizuar për ta kaluar situatën dhe mua më pëlqeu që kjo është përndarje bravo kjo ministrja. Dhe nuk është po su mbytën disa njerëz. Po ma nëse u qepe këtyre njerëz do të mbytësh njerëz të bën. Jo, po nuk shpallet emergjenca. Po nuk duam emergjenca se na çmend atje. Po dëgjoj këtë si shpërndan njerëzit. Okej. Shqirat e shumta që kanë rënë e kanë mbushur rezervuarin përtej kapacitetit. Ka rrezik që uji të shpërthejë dhe të dëmtojë të mbjellat. Shokët dhe shoqet që janë të fuqishëm të nisen me njëherë në rezervuar në drejtimin e shokut Qaza. Hajde shok, nisemi. Ata që janë të pamundur qëndrojnë këtu me mua sa do të saktoj detyrat
tjera, te do fosa. Dhe ti në Sabije, shkoni në stall të Viçë. Gjajani, shko ande nga koshiret e bletve. Atje ke dhe qafostën. Mirë të keq. Po neve, kurse piti të shero, me që je gogja shëndosh, ajde me mua në rezervuar. Ti gjasullë shkori me mirë në shtëpi, se je bur plak e mund të ftohesh. Fol, çdo të bëj unë. Mirë atër, shko te koteca dhe kujdesu për pulat. Pulave u ka hije të kakarisin vetëm në kotec. E kuptona? Ja odhi me kun. E kupton, po. Leti. Po Shqiponja të fluturin lartë, Albana? Se? Po ku të fluturin Shqiponja? Mund të fluturin dhe poshtë, s'ka në gjithë. Po ty, budallaj e ti. Po budallaj e me Baba i mi shkret iku nga kjo botë me sytë nga qelli. Që të shko në Shqiponjë. Vajta 88 vjeç, dhe një Shqiponjë nuk pash, dhe i ka. Ndi Shqiponjave. Kjo ndikon shumë greja globale. Pse ndikon greja globale? Ndikojnë edhe por. Po se ta thanë që, por. Ndikojnë por dhe shumë. Prandaj ne kemi ngrohje globale. Po kemi ngrohje globale agron, sepse ta shpjegova edhe përpara disa ditësh, i dashur Dajko, që ne jemi Dajko është në Vlorë. Ne jemi populli më me shumë pordh në planet. Mondi më fali sekond. Ti që the që Amerika do na pushtoj se jemi vend me pordh, kemi pordh shumë. Sa u bë? Si ka procedura? Do vinë së shpejti, po bëjnë studimet për momentin, po marrin teste pordhësh shqiptarësh dhe po testojnë vlerat kalorifike. Sa kalori ka, sa kilaxhau, sa kuaj fuqi mund të ketë, si digjet, sepse do zëvendësojnë, por do jenë hibrid i ri, nuk do ketë makina elektrike. Ç'a thua? Po, nëse testet dalin me sukses dhe po më mbajnë të informuar 24/24. Deri tani po ecin mirë. Prandaj do hiqen vizat me Amerikën. Qoftë se eci me këto ritme, ju premtoj gjithë shqiptarëve, brenda 6 muajsh në çdo cep të Amerikës nuk do ketë më karburante, nuk do ketë më pika furnizimi energji, por do ketë nga shqiptar që ju pjerdh njerëzve në Salvator. Fap, edhe ecën makina deri në 200 km me tek port. Tani, shoku e Enver Ahmet Past, po tishte shoku. Por Ahmet ore se gjuna. Ahmet se më zvafta. Hama ti kot fare, pse ka njohur valla? Po ne që kemi njohur. Kush se ka njohur? Ahmet, do më lësh tani të flas një për shokun e Enver. Shoku e Enver e vinte gishtin mbi plak valla. E di. Në këto momente shoku e Enver me këtë përmbytje do ishin pushkatuar 4 veta. Kë propozon ti pushkatim? Për pushkatim nga këta, po tishte shoku e Enver. Ky që jep motin njerë... Pushkatim... Ky do ishte fraksionist. Pushkatim, ky ministri i bujqësisë... Pun ka ishte? Tokat e ti u përmbytë. Tokat e ti u përmbytë. A ti u përmbytë, a ishtë pa... Do pushkatojmë në një tani. Oke, në regull tjetër kë. Qa do bëjmë me këtë piron? Da pushkatojmë me piron? Po, të ishte shoku e Enver. Po, kush dhe api motin? Po, po temë se... Po t'ishte shoku e Enver. Ikën e piro. Këtë pushkatojmë tjetër. Dhe duhet gjim dhe i verior që s'bën. Futja kot njërë. Që mos të... Kapi, që mos të ketë shu krahin. Si ka të nëshme, ka thëmë pa krahin fe, krahin edhe ideje. Pa dalim fe, krahin edhe anije. Mondi, ti nuk e nga kuksi, e është nga fjerik. Që të këshim pushkatuar. Adnandin nga puka. Adnandin. A do pushkatojmë Adnan, gazetari Fejkovit, kot fare. Po si o kot, vetëm që është nga veriu. Po e, po si duhet dhe një verior. Adnan, ti po të ishte në kore... Jo, e mërojmë zëvës minister, sa për të pushkatuar. Adnan, një zëvës minister, që nga sot, dhe nesër bashkë plumbin. E pra se është, po t'ishtë Gjagji Envera. Po t'ishtë Gjagji Envera. Do kështë parë televizor pushkatim. Dhe sekretari i grupit armiqësor. Tani, unë faktikisht duhet të për te i shakave, se më thotë Mondi i lini budalliqet. Se më budalliqet këto, Mondi? Kam budalliqet, është sarkazëm bi fakti. E do kush është shkaktari i vërtet i gjithësaj? E dua. Atere. E dua në sy. Dëgjoj këtë ekspertin e të mund. Sigurisht, ne kemi një problem të madh me të dhënat meteorologjike. Unë prapë du të përfitoj nga rasti që jam në studion tuaj të denancoj shërbimin meteorologjik publik shqiptar, i cili nuk ofron të dhëna. Pra, ju duhet kishit dhënat zyrtare të rreshjeve në gjithë Shqipërinë dhe ju nuk i keni. Shërbimi meteorologjik nuk ofron të dhëna për publikun. Kjo është, unë kam një përvojë 35 vjeçare me to dhe dua të bëj studime që janë dobi të këtij vendi dhe nuk më ofrojnë të dhënat e thjeshta meteorologjike pas 90-s. Stop. Të dashur miq, ndjekës, simpatizant, fansa, si që ndryshe të Fejkofit, por edhe të ekranit kombëtar Vision Plus. Mos shikoni motin majtas e djatas. Motin shikoni në Vision, i kemi dhënë urdhër kësaj vajzës
e në rënd breshër të thot djel. Thot djel. Sepse paniku është ai që vret. Por nuk është disinformacion kjo? Po përjashtojmë panikur ose më çmendë. Por e njerëzve kur thua që nesër do jetë 15 gradë minus, është panik mor buri dhe. Po si t'ju themi ne? Do jetë 0 gradë. Do jetë diell. Jo, 15 gradë çat jeti ty. Po edhe kur e ke kështu mindsetin, kur e ndan mendjen që do jetë mirë dhe për të keq. Është ajo historia. Është ajo historia. Si kush histori? Që polici po shkonte në shtëpi dhe kalonte në Kurudh. Ndërkohë sindikalistët e Kurudhës kishin nxjerr shpallje. Nesër është grevë. Kupton? E kuptoj. Dhe ishte ditë që nuk krese asnjë tren. Polici me dhe dëgjon trenin. Po, ku të futesh ti se s'gjova lajme djeu ta që sot është grevë. Ja ç'është paniku. Tani do thuash ku është polici? S'është polici. Ozon Electronics. Polici mori trenin për Sauk. Ose për mbi kalimin Ozon Astir, ose në Xhamlik, ose Medreseja, ose www.ozon.al. Dëgjoni më këtu, nuk ka asgjë për panik, janë të vërteta. Nëse blen një artikull tjetër është me 90% ulje. Praktikisht falas, plus si po përdore kodin albano ke 30% ulje, po përdore kodin agron ke 1643.4% ulje. Nuk e di pse kam atë .4, kod se del 1443. Gjithsesi, nxitoni sepse në Ozon jetoni më mirë duke kursyer. Ashtu. Reklam, përmbytje, si quhet? Përmbytje me reklama. Mbytje me reklama. Vëllezër dhe motra opozitar kudo që ndodheni. Urdhro. Skënderbeu në kuvendin e Lezhës në vitin 1444 të motit 44. Të motit. I mblodhi trimat dhe tha: "Jepi këtu një tuf në shtëpi." U bën tuf to? Ka bëth njeri t'i thje këta? Asnjë. Po nga ishte Skënderbeu? Nga Krasi. Nga Krasi? Se çfarë, s'ta mbush syrin ti? Ula të ky stoli i vogël tham se më rat. Që mi bëre, se është edhe kjo quhet përmbytje. Po solidarizoj. Por ama Skënderbeu i vërtet, i tret, dhe i vërtet. Pse thash i tret dhe i vërtet? Kush është Skënderbeu i dytë? I dyti që Ismail Qemali. Ja Ismail baba të morë. Ja Ismail të morë. Hajde ti Skënderbeu, dëgjoj çik tash. Në një konferencë me gazetarët, Berisha lajmëroi se të premten do të zhvillojë një takim me çdo faktor opozitar për të përgatitur betejën kundër qeverisë Rama. Për të krijuar një bashkëndim, një front të gjerë kundër narkoregjimit të Edi Ramës dhe për të normal të gjitha lëvizjet, protestat, demonstratat, revoltat e domosdoshme për largimin e tij një minutë më. Stop Mondi. Ne tham. Pra qëllimi është të bëhen bashkë. Të njëjtën kaset ka dhënë prapë. Po jo, dëgjoj tani doli ky llapaj. E ka me L. Me L. Me L si lapsi. Agron Lakaj. Po jo, ti e ke me L. Lakaj, ai e ka lapaj. Ha, lapaj. E doli ky i pari që e mbështeti, dëgjoj. Zoti Berisha është shprehur se do të thras një tryez me të gjitha forcat e spektrit opozitar. Do t'i bashkoheni kësaj tryeze për të koordinuar edhe këto protesta që Partia Demokratike i bën paralelisht, ju i bëni... Ha më lëre pyetjen e këtij, dëgjoj Qorrin, hajt. Je ka lapaj. Ty lapaj, më fal. Tani më sinqerisht edhe më në mënyrë demokratike se sa kemi vepruar këtu, domethënë nuk ka domë. Nuk ka, Ska. Për çfarë na duhen tryezat? Ne na duhet qytetarët të dalin në shesh pavarësisht si e ka emrin partia. E kuptoj. Është flamuri kombëtar. Është flamuri kombëtar. Tani e dëgjove këtë ti? E dëgjova. Ju bashkua. Po bashkua ky me Berishën. E dëgjove. Jo, po s'u bashkua. Ç'na duhet tryezat? Po të them pra dëgjoj tani Qorrin. Lëvizja bashkë nuk do për ta ndyrë kur veten për të qenë pjesë e një sistemi të vjetër dhe të korruptuar politik. Ne jemi për rrëzimin e qeverisë korruptuar të Ramës dhe bashkë me të edhe të gjithë këtij sistemi të kalbur, të vjetruar, të korruptuar dhe servil ndaj oligarkisë ekonomike. Bashkimi që na duhet është bashkimi i qytetarëve, i njerëzve të ndershëm dhe lëvizja bashkë ka për të qenë katalizatore e këtij bashkimi të madh dhe përparimtar. Ashtu. Dhe ky fton njerëzit, ai takojmë te stacioni i trenit. Çto me Shqipëria bashkë. Po, atje mblidhen ata të vërtetët. Të vërtetët janë të treni. Ky lapaj ka të vërtetët e tjerë, të vërtetët që janë dental tha shumë, pse vati dental për peshk. Delta që do rrëzojë i ka Berisha, dhe dëgjoj edhe këtë Agron Shehaj. Ky po. Pa. Agron Shehaj, prit të ulem me pak, ulem shumë. Ulem. Kujdes mos ta shuaj jo. Ha.
Se shakron shë? Ne nuk problemi në një tryez, ku krerët e tryezës janë të akuzuar për korupcion. Kush nga ata? Të gjithë. Që nga Zoti Berisha, Zoti Meta, Zoti Mediu, ka dhe Zoti Meta është në burg, Zoti Berisha është... Po pikërisht pra janë të akuzuar. Stop. Pra, opozita kashte koqe, fyre... Ashtu. Kuptove? Dhe prandaj unë, se u hodhën tani jo po qeveri teknike dhe këshim dhe emrin tënd për kryeministër. Emrin tim? Kush ishte? Albano Bogdo, nuk e kush e tha nga këta. Mua më pëlqeu programi... O, Albano! Po s'marrë vesh mo, po nuk të ta njëri se u bëre. Po ngesin këta, këtë bëjnë këta, ore ti. Albano. Po goni, këta të bëjnë. Do t'i them unë është përmbytur, o burë, qëti. është i përmbytur, e shikoj. Sa për kryeministër, për kryeministër këshu. Partia Shpresa Demokratike Qendrore Internacionaliste. Partia e profesor Pilin qitore. Ka kryeministër e qeveria ime, djeve të kryeministrin. Ka vënë një kryeministër që zvendëson profesorin Kurikën. Gazetare mos qaj se të të Shiko se çfarë i bën përmbytjeve ai. Dëgjoj. Qytetarët shqiptarë ta dinë, energjia fotovoltaike ka ardhur nga unë, personalisht, nga Rakopaja. Ne do garantojmë për qytetarët tanë 24 orë drita dhe 24 orë ujë dhe jo përmbytje. Është i energjetikës. I energjetikës dhe i përmbytjeve. E kuptoj. Ministri i energjetikës dhe i përmbytjeve. Të pëlqeu tani a ka shanse më në Shqipëria të përmbytet pas kësaj? Ja, me këtë bashkim... Pa dalim feje krajine dhe ide. Bashkim Alibari mungon vetëm edhe bet bashkim... Këndon bashkim Alibari. Vete aji edhe të ben bashkim këshu do me thënë. Daldyshet përgatiteshin të shkojnë në tjera vënde dhe ti o mondit vendosësh reklamën në... Reklam, publicitet, përmbyte. Tani, si që për më larti, opozita ka shte koqe. Si me i tonë ti, Albano, ky iftoti Afrikan, që po është në Shqipëri. Iftoti Afrikan? Po është në verë i nëzeti Afrikan? Në dimër ftofet. O burat, janë ngecim Afrikës, me i s'ka që të thotë, gjitha. Se është iftot Afrikan kjo? Jo, i Afrikanisht. Afrikanisht. Vajta jenë në Sudanun, në Sudan s'ka në i fare. Zdura 2 dashnore me 2 i pagaz. Ashtë ka një ujë se cilë se kësin 3 dit papir. Unë i mbaj aeroplani sa të marojmë lajmet. Jo. Edhe dërgova Soni në. Në Sudan? Janari, ma mori. Nuk e dua këtë muaj, nuk e... Opozita kundër opozitës. Advertit arvaj nuk do qorë. Sheja nuk shikon do të me sy tikun. Qori nuk shikon do të me sy as Berishën, as tikun, Qori të shikon do të fare, be. Ndërkohë nga anë tjere Berisha, po stërvit deltën e ti. Po një pjesë edhe ju. Unë s'kam punë fare në Berishën. Berishën nuk e ven numër fare si njeri. Tani, kjo janarit ftotit Afrikan, do si edhe gjë apo pa mbukur me jodë për opozitën? Si e komentojnë qytetarët? Shiko, unë kam mendimin që sigur 2 milion vjetë të jetoj Berisha nuk ka për të marrë më fitore. Mu mor me lapa i theme, e me këta ko e humor. Po shej, se duke si opozit kundër opozitës. Pa qërë, unë një vetëm 2. Edi Ramën, Sari Berishën, të jetë në kotë. Kotë? Rama ka borë sa punë, Rama, po ku di unë pëse se shu, pëse se dim për njerë. Nuk e parë pensioni 150.000 lekë, unë nuk naqja për këtë vitëria, i pension vogël ka mund. Me njerë te, as 9.000 lekë së më delë për ilajë, më Allah. Po prapë jam i knaqër. Po pëse tha me ndërë? Me ndërë, do me këtë bjusës. Ata mira. Po merë në telefon, do me folë Berishës? Jo, se kam nevoj. Zoti Berisha? Po, jo, jam këtu dhe vokset, po kam një qytetarë këtu edhe. Po me s'fala shumë i mirë murë, po... Që të vepër që të shofin e po me bilet. Hajde mami të flasim këta. Manipuloj Klodi. Je shumë i mirë. Por e si kja parti, feja parti, sa një për ta papa i non popët në parti të shërën, i mund me para me makazina, me uzina, me gjithë i shiti, për buqën e vetë. Me mu i ke balë për balë, e ne jam, urna, gzim sorra jemi për dys, akoma prikashari. Nga kashari një, ha?
Unë me Sali për të papë nuk bashkohë mo se të ketë jetën. A në nuk e ja botë mo. Berisha pas tërvit delte me vetë, ku bën pjesë edhe ti. Bëj pjesën? Ku di ti? Ku di ti që unë bëj pjesë me vetë? Di që është Mohabeti? Berisha është në krahun e djathtë, kryetari i opozitës. I opozitës. Sa për djeni, edhe është person që është përndjekur më shumë nga partia në pushtet. Gjithashtu, tani, mas refleksionet nëse mund të ketë, edhe ja grën shehe për moshë demokrati pasën. Po, aje s'ka për kraje. Sepse është këput nga sala. Se ne të shqiptarët kemi të keqe, po të futëmi në për dy, fillojmë nga freksionet e mbresme. Shesim porët. Lutë bërili që jemi 3 veta, të bëjmë me ty. Po, kështë kur s'dinte, tha, unë s'jam. Po, pra, ku di ti me këja mund? Po, e se përgon. Po qarë mere ne kemi karnavali, pa i te, pa mendim, pa i gjetë. Neve në labëri, sa për djeni, da që që do për qonë dhe kopen, e zgjidhnim dhe si racë, dhe si pa. Dhe jam i dhe këmorën. Kjo thoi se ishta i që do ta për qoj kopen. Po komunizmi kundra komunizmit. Kusha sale i komunizmit. Kusha shok dhe sales komunizmit. Se sale ka tjenën sekretar biroje. Kusha qari? Ku punon qari? Kusha ki djedi? Lapes, të lapej. Të gjithë janë Soros i e prjerë. Të gjithë janë Soros. Kujte! Tani, është Berisha Soros, apo jo, unë e di s'ka marrë investim. Pra në unë si jam të avolinë nesër. A e deshe përgjigjen, se këtë deshe një. Ja, ti Afrikan që ka ardhur të neve, si jemi veshur. Do si edhe ne i gjë për opozitën, apo? Që opozit? Do pa mbuk me jotë. Jo, do Trumpi. Trumpi? Do goj shkres këtyre. Donald Trump do ju thotë. Ti Sali, bashkë me lapaj me këtë me agronim më the tash, do bëni një qeveri teknike, 4 ministra ti, 3 ai tjetri, 2 ati këtu, ne do filloni të ndërtoni Shqipërinë nga e para. Unë besoj se merret Trumpi me këto pallare. Si, po sigurisht smeret, unë po bëj edhe unë shiku botë. Që nga si puna ime të flet me Trumpin. Sa ka gjithë, si puna jate. Ky ka qenë boksi mirë, që kur kam filluar të fej kofi deri sot, kjo ka qenë dërgesa me bukur e soni që ke bërë. Ik atëre, ik, bëj pushim, se unë tani do prezantoj presidentin e ri të Republikës Bolivariane të Venezueles. Se Republika Bolivarit është, e kuptona? Po, okej. Urdhëro, dëgjoj se ti s'merr vesh. Jebe Mondi. Hola amigos, yo soy el nuevo presidente venezolano Donaldo Trump. Il vostro ex presidente, il signor Maduro, non è più il vostro presidente, you know, è andato in vacanza a Nuova York. Continuava a dire cazzate, you know, a fare il furbos. Mi ha pure detto, codardo, io ti aspetto qui. Così sono andato e l'ho trovato, in pigiama, che dormiva. Comunque, amigos, renderemo il Venezuela grande again, molto grande. Più big, più better che mai. Faremo una grande e bellissima fiesta. Tutti i tacos che volete, all you can eat, tanta lambada, muchache sexy e margarita sa volontà. E io, el presidente Trump, farò il DJ. Okay? Farò il DJ. Muchas gracias a todos. E rendiamo il Venezuela grande again. E viva il Venezuela. E viva i venezuelani liberi. E kuptove qa mesazhi të përcolla tani vënd fare, por veç se kam një fjali të fundit, po do pastaj vazhdo. Të dashur miq, po përjetojmë me të vërtet ditë të vështira nga për shkak të natyrës, rreshjeve të shumta dhe po themi o Zot na shpëton nga përmbytja. Po përveç saj unë them o Zot përveç të tjerave mos i mbyt njerëzit nga hallet. Nga hallet. Mirë po na përmbyt nga ujë, po mos i mbyti edhe nga hallet. Jo, se e thash bukur këtë. Jo, shumë bukur e the. Ba e di ku më vjen të pëlqeu. Vetëm që i thua vetëm miqve, mikeshave si fles, na shojnë dhe femra. Po miq janë, është uniseks o njeri se më të mendë. Po, mikesha. Po ti mikesha. Miq the, mund të bëna miq janë të gjithë. Ishte gjithçka për këtë mbrëmje, të dashur miq. Do të shifemi sërish nesër, sa smer me njerëz të çmendur. A unë agrollaka, natën bari do të thotë. Jo njeriu Trumpit. Sorosian. Gjoma, po ç'ti ka Sorosian, më djollën. Je Sorosian, ore. Gjoma, po gratë mikesha more.